ajo që unë po nis është një bashkëbisedim me ju. Pas qindra orëve në këtë audiencë celul të G Academy, vendosa që nga 40, 30, 20, 50 veta të cilët me orë fundjavash, jo pak të lodhshme, jo vetëm për mua, por dhe ata që kanë qenë këtu dhe kanë dhënë veten me lëkurën që e kanë treguar deri në fund, që kanë ikur nga kjo sallë e G Academy duke u përlotur dikush dhe duke mos ndalur do të lodhët dikush tjetër, apo duke qeshur me të madhe dikush se ka thënë një gjë që nuk e thot me të vetët, një taktik midis rrëfimit dhe përballimit vetes dhe të këqijave të vetes që her pas here nuk na e lejon as miqësit, nuk na e lejon as koha, nuk na e lejon as konkurenca, nuk na e lejon as materia, luksi i kërkuar, i shfrenuar që na bën konkurrencë dhe na bën sfidë, jo vetëm për vete, dhe për fëmijët tanë, do ta them shumë herë këtë, dhe për ata që kemi në supet tona, sepse unë e ca si ne jemi bërë prindër për prindrit tanë, jemi bërë prindër për fëmijët tanë dhe jemi një brez i cili ndoshta nuk është ky brezi zen sipas nesh, që e ka të gjitha në Terezi, çka nuk është fare në Terezi ta thuash këtë. Jemi një brez i cili takoi Shqipërinë diktatoriale, takoi Shqipërinë hipokrite, takoi Shqipërinë intrigante, e psoi Shqipërinë e kompromisit, dhe sot të gjitha ata individ suksesshëm që më kanë ardhur në G Academy më kanë thënë, kjo që më ndodh këtu është një gjë që do ta dëgjojnë shumë njerëz. Dhe kështu nisi shtysa për të bërë Grida Duma podcast.